Kanceri i lëkurës është një nga format më të përhapura të kancerit dhe muaji maj i dedikuar ndërkombëtarisht ndërgjegjësimit për këtë sëmundje. Gjatë këtij muaji, institucione dhe organizata të ndryshme shëndetësore në gjithë botën zhvillojnë fushata vjedisuese dhe aktivitete parandaluese për të informuar publikun dhe për të nxitur kontrolle sistematike të dermatologu. Në kuadër të kësaj nisme globale, me iniciativën e shoqatës ndërkombëtare Euromelanoma dhe në bashkëpunim me shoqatën e dermatovenerologëve të Kosovës për të 4-ën vit me radhë organizojnë aktivitete screening falas për qytetarët. Këto aktivitete kanë për qëllim zbulimin e hershëm të ndryshimeve të dyshimta në lëkurë përmes ekzaminimit me dermatoskopi nga dermatolog të specializuar. A mund të na tregoni më gjithësisht lidhur me këtë aktivitet, cila është rëndësia e tij? Gjithë muaji maj faktikisht është një muaj i aktiviteteve për vetëdijsimin kundër kancerit të lëkurës, të gjitha llojet e kancerit të lëkurës, ndër më të rëndësishmet edhe melanoma. Dita e sotme është vetëm fillimi i aktivitetit të kontrolleve me dermatoskopi falas për popullatën. Fillojmë në Prishtinë dhe më pas shpërndahemi në të gjitha qytetet e tjera të Kosovës. Ndër tjera kemi edhe aktivitete si ligjërata, vetëdijsim, si vjet në fokus kemi fëmijët, por po ashtu të mësojmë si të mbrohen sot që të parandalojmë më vonë kancerin e lëkurës. Euromelanoma e Kosovës ka 4 vite që e realizon këtë lloj fushate, ndërkohë që Euromelanoma si shoqatë ndërkombëtare ekziston që 25 vite. Po mund të na tregoni se ndër vite sa janë duke u rritur rastet me sëmundjen e kancerit të lëkurës? Fatkeqësisht rastet janë gjithnjë në rritje, ka një trend në rritje për shkak të neglizhencës, të mënyrës së mbrojtjes. Ne si popull e duam shumë diellin. Kemi raste gjithnjë më shumë edhe në moshat e reja, fatkeqësisht, po ajo që duhet theksoj në bazë të statistikave që kemi në qendrën klinike universitare, çka është edhe shumë përfaqësuese edhe për qytetet e tjera të Kosovës, sepse kemi prurje nga gjitha qytetet, kontrollet me dermatoskopi, që është edhe qëllimi i vetëdijsimit, në krahasim me para fillimit të fushatave, domethënë në vitin 2021, me sot janë më shumë se 3 fish. Dhe kjo është një arritje e madhe për ne, domethënë që popullata është vetëdijsuar që duhet të kontrollohet sapo të ketë një ndryshim të lëkurë në mënyrë që të bëjmë një diagnostifikim të hershëm. A ka ndonjë statistikë që tregon se cilat mosha po preken më shumë nga kanceri i lëkurës? Fatkeqësisht në Kosovë nuk kemi një sistem të digjitalizuar që do t'i përmbledhë gjithë zinxhirin në cilin kalojnë pacientët dhe nuk mund t'japim shifra eksakte për shkak se vetëm në klinikën e dermatologjisë ne kemi statistika në lidhje me kontrollet dermatoskopike dhe mund të them që vetëm në këto 6 muajt e parë kemi mbi 1500 kontrolle me dermatoskopi. E ndër këto pastaj cilat konfirmohen si kancer, kjo është ajo mungesa e zinxhirit të vazhdimësisë të mungesës së sistemit digital. E cili do të ishte mesazhi juaj, meqense është edhe muaji i vetëdijsimit pikërisht për diagnostifikimin e kancerit të lëkurës për më shumë informacione? Sigurisht masat mbrojtëse të na ndjekin në faqen e Euromelanomës së Kosovës së bashku me shoqatën e dermatovenerologëve të Kosovës, si vjet kështu e kemi bashkë organizuar në mënyrë perfekte, dhe po ashtu t'i mësojmë fëmijët tanë qysh në moshë të hershme, në mënyrë që të kenë zakone të shëndetshme dhe gjatë gjithë jetës të parandalojmë shfaqjen e kancerit të lëkurës. Nga ana tjetër, dermatologu Ilir Beslimi ka potencuar se qytetarët janë të interesuar që të marrin këshilla për nga afër në këtë aktivitet që po organizohet nga profesionistët shëndetësor. Mëtej, ai ka shtuar se qytetarët duhet t'i marrin parasysh këshillat e tyre dhe të kenë kujdes të shtuar, sidomos gjatë ditëve me diell. Atëherë, a mundi më na tregu se sa jeni përgatitur për këtë fushatë vetëdijsuese të themi? Të drejtën të them, doktor Sidit, jemi gati 3 muaj të angazhuar rreth kësaj çështje, por risia e madhe është se si vjet jemi bashkangjitur Euromelanomës, nga se doktoresha Sidita më herët ju shpjegoi që ka filluar para 4 vite të mirë për këtë çështje apo për ridësim apo
të njohuri rreth melanomës popullatën e Kosovës, mirë po risia më e madhe është që si vjet, siç e çeki edhe doktoresha Sidita, jo vetëm në Prishtinë të jetë fushat, po të jetë në gjitha qytetet, edhe jemi angazhuar, domethënë përveç në sheshe të caktuara në 7 qytetet kryesore, po mendoj që edhe vitet tjerë do të zgjerohemi edhe më shumë, por edhe në spitale regionale të marrë aktivitetet ndryshme rreth screening apo vizitës pa pagesë të pacientëve. Besoj që edhe kemi gjetë përkrahje edhe nga kuvendi komunal, edhe nga spitalet regionale, po edhe më gjerë. Unë besoj që po, nga se populata tani më veç ka fillu të vedisohet, përveç asaj që kanë ndonjë familjar i cili ka probleme këtij lloji, por edhe mjetet ndryshme informative siç e cekëm, edhe rrjetet sociale, gjithandej, domethënë punojnë nga ajo që po edhe ne angazhohemi si kryesi apo edhe si shoqat, angazhohemi të informojmë sa më shumë popullatën. Duhet të kemi të qartë, nuk është ndryshimi, domethënë, i melanomës apo vetëm tek të moshuarit, por ajo ka filluar edhe tek të rit. Prandaj na duhet të investojmë sa më shpejt, të zbulojmë sa më shpejt për mos të marrë deri te më e keqja, nga se melanoma përveç që është kanceri i lëkurës, është më pjesë edhe në organet e mbrëmshme që mund të jetë fatale. Pas këtij aktiviteti gjatë gjithë muajit maj, do të organizon evente të ngjashme edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Ekipet mjekësore do të janë në terren për të ofruar kontrolle falas dhe për të shpërndar materiale informuese për rreziqet dhe masat parandaluese që lidhen me kancerin e lëkurës.